Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ka nisur një hetim me iniciativë pas ndalimit të avokatit Ulian Bariami nga policia e Elbasanit, një rast që ka ngjallur reagime të forta në komunitetin e avokatëve dhe opinioneve publike lidhur me respektimin e të drejtave të profesionit. Të hënën, inspektorët e ILD-s janë paraqitur në gjykatën e Elbasanit ku kanë siguruar një kopje të regjistrimit audio të seancës së datës 17 tetor, si dhe transkriptimin e debatit mes prokurorit, gjykatës dhe avokatit. Këto dokumente do të shërbejnë për të vlerësuar nëse ndalimi i Bariamit është bërë në përputhje me ligjin dhe procedurat e drejtësisë. Ndërhyrja e inspektoriatit dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë u kërkoi gjithashtu nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, e cila e ka konsideruar arrestimin një precedent flagrant dhe të rrezikshëm për sistemin e drejtësisë shqiptare. Si pasojë, Dhoma shpalli bojkot 5 ditor, një formë proteste që synon të tërheqë vëmendjen mbi frymën e përgjithshme brenda sistemit të drejtësisë, e cila sipas tyre po e çon vendin drejt një republike prokurorësh. Edhe pas lirimit të avokatit nga prokuroria, Dhoma e Avokatisë njoftoi se bojkoti mbetet në fuqi, duke theksuar se nuk lidhet vetëm me këtë rast të veçantë, por përbën një shenjë paralajmëruese mbi nevojën dhe mbrojtjen e pavarësisë së avokatëve dhe respektimin e të drejtave të tyre në të gjithë procedurat gjyqësore. Hetimet e inspektoriatit do të vlerësojnë nëse ndalimi i Bajramit përbën shkelje ligjore dhe do të sugjerojnë masa për garantimin e funksionimit të drejtësisë sipas standardeve të vendosura. Ky rast shërben gjithashtu si një test për institucionet ligjzbatuese në lidhje me trajtimin e avokatëve dhe respektimin e profesionit të tyre në procesin gjyqësor.